Banka e Shqipërisë raporton se rreth 45% e banesave të shitura gjatë vitit 2024 janë blerë nga jo rezidentët, interesi më i madh i të cilëve, sipas agjentëve imobiliar, është për prona në Bregdet. Për shkak të interesit të lartë edhe çmimet për metër katror në qytetet bregdetare kanë pësuar rritje të ndjeshme. Rritja e çmimit ka filluar eksaktësisht që nga Velipoja, që është Adriatiku, ka ardhur në Shëngjin, që kanë qenë nga 660 euro, sot e kje deri në 1300, deri në 1550, 1600 euro në anën e hedhur në Lezhë. Vazhdojmë të dvimin e Durrës, ku ka qenë me 780, 880, 900 euro, sot e kje deri në 1400 euro, 1500 euro. Rritja më e madhe është pësuar në Vlorë, në Lungomare, siç e dini ka pas një rritje të jashtëzakonshme. Para 3 vitesh kishte gjetë apartament me 850 euro, sot ka shkuar deri në 3200 euro në vit parë në Lungomare. Nuk është mos i dikur kur me të drejtë shqetësimi ka qenë që unë po blej një apartament dhe kur blije sidomos një apartament i pa certifikuar, miraku i parë ishte që ky mund të ishte rishidhur tek një dikush tjetër. Sot nuk ndodh më ajo. Domethënë, edhe pse ai është i pa certifikuar, përsëri bën një regjistrim në SHK me të dhënat e pronës, kati, planimetria. Veç blerësve tradicional, interes për të investuar në prona në vendin ton kanë shfaqur edhe amerikanët e anglezët. Shqipëria është e kërkuar shumë edhe nga të huaj, që dini. Ukrainës, Polak, nga Çekia, nga pjesa e Rusisë, pa futur pa diskutim që kemi një pjesë madhe të Kosovës, që janë goxha investitorë sidomos në zonën e Shëngjinit dhe të Velipojës. Pjesën e madhe të ukrainësve dhe rusëve janë përqendruar nga Vlora dhe nga Durrësi. Nga viti në vit shtohen, domethënë edhe komësit që blejnë. Mbeten dominante çekët, polakët, ukrainasit, anglezët, italianët. Kështu që mendoj që është shtuar edhe akoma më shumë, së fundmi kemi edhe blerje shumë ndaje nga amerikanët, ndryshe nga vitet e tjera, dhe nëse një amerikan blen do të thotë që e konsideron si një vend të mirë për të investuar. Sipas Bankës së Shqipërisë, vitin e shkuar pati më shumë transaksione me një çmim deri në 5% më të ulët se çmimi i kërkuar nga shitësi.